Serbia nuk ka treguar kur qëllim për të përdorur armët për të rimarrë atë që i përket dhe as nuk do ta bënte, por është mirë të dihet se ka nga ata që janë të gatshëm të mbrojtjen e sjelljen në kundërshtim me Kartën e Kombeve të Bashkuara, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në lidhje me deklaratën e ish-ministrit kroat të mbrojtjes Kotromanović. Vučić do të zbriste në Kosovë me forcat e tij nëse Rusia do të kishte mposhtur Ukrainën brenda një muaji dhe se askush nuk do ta kishte penguar ta bënte këtë. Me rastin e ditës së njësisë speciale të ushtrisë ushtarake Kobra, Vučić theksoi se gjatë krizës në Kosovë, kur disa ushtarë hoqën uniformat e tyre, përgjigjja Kobrave ishte gjithmonë 100%. Presidenti i Serbisë njoftoi gjithashtu se shërbimi i detyrueshëm ushtarak duhet të fillojë në mars të vitit të ardhshëm. Historiani Aleksandar Vučić deklaroi se qëllimi i rezolutës mbi të vërtetën dhe dinjitetin e viktimave të luftës e cila u miratua nga Kuvendi i Kosovës të premten është që të mos vërë në dyshim narrativën dominuese për luftën në Kosovë, duke shtuar se Albin Kurti e sheh veten si babai i Republikës së Tretë të Kosovës, e cila është ekskluzivisht kombëtare dhe e ndërtuar mbi viktimat shqiptare. Vučić tha se Kurti sheh serbët si pengesë për këtë qëllim sepse bashkia ndërkombëtare sipas mandatit të saj kujdeset për të drejtat e komunitetit serb në Kosovë. Ai vlerësoi se rezoluta do të shkaktojë mosbesim shtesë të serbëve ndaj institucioneve të Kosovës, duke shtuar se dhe liria e fjalës është e kërcënuar. Historiani Petar Istanović deklaroi se rezoluta mbi të vërtetën dhe dinjitetin e viktimave të luftës mund të jetë e rrezikshme dhe do të përdoret si një formë presioni mbi serbët e Kosovës, të cilët mund të hetohen ose arrestohen për krimet e dyshuara lufte. Nga ana tjetër, kjo rezolutë hap një problem tjetër të mundshëm. Në maskën e mbrojtjes e dinjitetit të viktimave, ajo në thelb po përpiqet të ngurtësoj dhe të shkruajë në gur të vërtetën për luftën ku çdo vënie në pikpyetjen e saj mund të mbartë përgjegjësi penale. A do të thotë kjo që një historian që vën në dyshim të vërtetën e pranuar përgjithsisht për atë luftë mund të nënshtrohet ndjekjes penale, pyeti ai. Presidentja në detyrë e Kosovës dhe kryetaria e Kuvendit Albulena Haxhiu tha sot se koha e fundit janë ngritur 12 pati për dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Haxhiu e njoftoi këtë pas një bërje homazhe të viktimave të dhunës seksuale në monumentin Heroinat me rastin e ditës së përkujtimit të viktimave të dhunës seksuale e cila festohet sot në Kosovë. Ajo bëri thirrje partnerëve ndërkombëtar të Kosovës që të ushtrojnë presion mbi Serbinë që të dorëzojë të dyshuarit për krime në institucionet e Kosovës. Vasfie Krasniqi, viktime e dhunës seksuale gjatë luftës, theksoi se pavarësisht vështirësive në të kaluarën, ajo tani po kërkon publikisht drejtësi në mënyrë që të inkurajojë të tjerët të flasin hapur për këtë. Komisioni për Siguri dhe Mbrojtje i Kuvendit të Kosovës miratoi vendimin e qeverisë për pjesëmarrjen e pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Kosovës në forcat ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza. Deputetja Partisë Demokratike të Kosovës Ganimete Musliu tha se ky vendim tregon pjekurinë dhe kapacitetet e FSK-s për të marrë përsipër përgjegjësi ndërkombëtare. Deputetja Lëvizjes Vetëvendosje Shqipe Selimi theksoi se forcat e sigurisë së Kosovës është e gatshme të kontribuojnë në misionet e paqes me aleatët ndërkombëtar, ndërsa deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Fadil Hadërgjona ja vlerësoi pjesëmarrjen në këtë mision si lajm të mirë për Kosovën. Ish deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Florim Krasniqi ka ngritur akuza të rënda kundër ish partisë së tij duke pretenduar se ai ishte financuesi kryesor i një strukture të organizuar për sulme dhe linçime përmes rrjeteve sociale në emisionin televiziv Dugagjini. Krasniqi tha se ai siguroi pajisje teknologjike dhe hapësirë në të cilën dhjetra të ri sipas tij fyenin të tjerët në baza personale në rrjetet sociale. Ai pretendon se ashtu quajturi grupi shqiptar i kryesuar nga Dejona Mihajli qëndronte pas gjithë këtij veprimi.
Moti nesër do të jetë pjesërisht i vranët dhe me ngrohtë me periudha me diell në pjesën jugore të Serbisë dhe në zonat malore me shi dhe reshje lokale me bëbullime janë të mundshme në mesditës dhe pasdite. Temperatura e mëngjesit do të sillen nga 8 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 18 deri në 22 gradë Celsius.